Mos e bëni më, ja gabimi i madh që bëni kur gatuani pulën. Mos e lani asnjëherë pulën para se ta zieni apo ta fusni në forë. Kjo tingëllon kundërshtuese me atë çka kemi besuar deri më tani, por larja e një xheli apo një pule të papjekur mund të spërkas patogjen si salmonela. Kjo do të thotë që ju përshpërndani më shumë baktere në kuzhinën tuaj, gjë e cila mund të çojë në helmimin e ushqimeve tuaja. Sipas një studimi të Universitetit Drexel, kur ju lani pulën, bakteret shpërndahen kudo përreth jush. Ky proces quhet aeroizolim. Nëse listeria apo salmonela arrin të futen në gjakun tuaj, ju jeni të rrezikuar të prekeni nga këto sëmundje. Edhe nëse ju mbijetoni një infeksioni të tillë, ju duhet të merrni ilaçe. Mënyra më e mirë për të shmangur këtë është ta zieni pulën dhe lëngun e parë ta derdhni ose ta piqni direkt në furrë, sepse vetëm temperaturat e larta mund të vrasin bakteret dhe jo uji i rubinetit.